Kur e vërteta kërkon zë, Alba përballë Labinotit për Limin dhe Dolcen, në shtëpinë ku çdo ndjenjë është e ekspozuar dhe çdo veprim i zmadhur, ka momente që nuk janë më lojë. Momente ku strategjia humbet kuptimin dhe zemra merr fjalën. Pikërisht në një nga këto momente, Alba vendosi me fol. Jo për kamera. Jo për publik. Por për veten, ajo e thiri Labinotin jo rastësisht. E dinte që ai ishte nga ata njerëz që dëgjojnë para se të flasin, që peshojnë fjalët dhe që nuk I shmangen së vërtetës. Alba nuk kërkonte sensacion. Kërkonte ndihmë. Kërkonte drejtësi morale në një situatë që po e coptonte nga brenda. Situata e Limit dhe Dolces nuk ishte thjesht një afrimitet I zakonshëm brenda shtëpisë. Për Albën, ajo ishte një plagë e hapur. Sepse Limi nuk ishte thjesht një banor tjetër. Ai ishte njeriu që ajo e quante I dashuri I saj. Një lidhje që ekzistonte përpara se të hynin në këtë shtëpi, përpara lojës, përpara kamerave, dhe ajo që e bënte dhimbjen edhe më të rëndë ishte fakti që Dolce e dinte këtë, fjala e Albës, mes dhimbjes dhe dinjitetit. Kur Alba filloi me fol, zëri I saj nuk ishte I lartë. Nuk kishte akuza të bërtitura. Por çdo fjalë ishte e rëndë. Ajo nuk po kërkonte hakmarrje. Po kërkonte kuptim. Ajo I tha Labinotit qartë, unë nuk po flas si lojtare. Po flas si njeri. Dolce e ka ditë që Limi është I dashuri im. E ka ditë që ekziston një lidhje jashtë kësaj shtëpie. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo që po ndodh nuk është e drejtë. Në fjalët e Albës kishte shgënjim, por edhe një qetësi që vjen kur e di se ke të drejtë. Ajo nuk e mohonte që ndjenjat brenda shtëpisë mund të lindin. Nuk e mohonte që loja I ngatëron gjërat. Por kishte një vijë që, sipas saj, nuk duhej kaluar, dhe ajo vijë ishte vetdia. Kur e di që një person është I lidhur, kur e di që dikush tjetër po pret jashtë, atëherë nuk është më çështje ndjenje. Është çështje respekti, ishte thelbi I asaj që Alba po përpiqej me thënë, Labinoti, mes ndërmjetësit dhe ndërgjegjes. Labinoti e dëgjoi pa e ndërprerë. Ai e kuptoi që kjo nuk ishte thjesht xhelozi. Ishte ndjenja e tradhtisë që vjen kur dikush vepron me dijeni të plotë. Ai e pa që Alba nuk po kërkonte që dikush të dënohej, as që situata të përdorej si armë loje. Ajo po kërkonte që dikush ta kuptonte peshën e asaj që po ndodhte. Sepse për Albën, ky nuk ishte thjesht një flirt televiziv. Ishte një lidhje reale që po cenohej publikisht. Labinoti e kuptoi edhe diçka tjetër. Kjo situatë nuk dëmtonte vetëm Albën. Dëmtonte edhe vetë Limin dhe Dolcen. Sepse një marrëdhënie që lind mbi dhimbjen e dikujt tjetër, sidomos kur ajo dhimbje ishte e shmangshme, gjithmonë mbart peshë. Dolce, përgjegjësi apo ndjenjët në rrëfimin e Albës, Dolce nuk shihej si armike, por si dikush që kishte bërë një zgjedhje të gabuar. Alba nuk tha që Dolce nuk ka të drejtë me ndje. Por tha që ajo kishte përgjegjësi me vepër ndryshe, pikërisht sepse e dinte të vërtetën. Të mos e dish është një gjë. Ta dish dhe prap ta bësh është tjetër. Ky ishte mesazhi I pashprehur, por I qartë. Në këtë situatë, Alba po kërkonte që dikush ta thoshte me zë të lartë atë që shumë e mendonin, se jo çdo gjë që lejohet në lojë është e drejtë në jetë. Limi, në qendër të heshtjes dhe në mes të gjithë kësaj qëndronte Limi. Një figurë që për Albën nuk ishte vetëm banor, por partner. Heshtja e tij peshonte po aq sa veprimet. Sepse mos reagimi në raste të tilla shpesh flet më fort se fjalët. Alba nuk e mbrojti verbërisht. Por ajo e bëri të qartë se lidhja e tyre ekzistonte dhe nuk mund të fshihej apo relativizohej për hir të lojës. Një situatë që kërkon ndërgjegje, jo spektakël. Ajo që e bën këtë situatë të rëndë nuk është thjesht trekëndëshi emocional. Është fakti që të gjithë janë të vetëdijshëm. Dhe kur vetëdia nuk shoqërohet me respekt, lind dhimbja. Alba, duke ju drejtuar Labinotit, po kërkonte pikërisht këtë, që dikush të ndalonte për një moment lojën dhe të mendonte si njeri. Sepse në fund të fundit, Big Brother mbaron. Kamerat fiken. Por fjalët, veprimet dhe dhimbjet mbesin, dhe ajo që Alba po kërkonte nuk ishte fitore. Ishte dinjitet.